E përmendit disa herë, doktor Artan, forma moderne, forma inovative, si që janë këto të cilat i folje pak më herët, kur vendos doktori në përgjithësi, kur vendoset që një pacient ka nevojë për hapje, operacion klasik, dhe kur vendoset për një metodë inovative, si që është këto që po i përmend? Kjo është pyetje e madhe, edhe përgjigja nuk ka përgjigje gjithmonë. Dilema për me bën një intervenim me stent ose me bypass ka sot në krejt botën dhe janë edhe përparësitë e njerëz edhe tjetrës. Pra në një pacient që është kompleks, kur ka ma shumë se një të smur dhe ma shumë se një në disa vende të smur dhe komorbiditetet tjera, pra ka smundje tjera, ka diabet, ka një moshë të shtyrë, ka smundje të veshkave të tjera, atër duhet të bëhet një heart team që thirret, është një ekip i zemrës që përbëhet nga kardiologu, intervent, nga kardiokirurgu, nga anesteziologu, edhe mjek të lamive tjera të cilat janë të involvuar në këtë rast, dhe pastaj të merret cila është më e mira për atë pacient. Jo rrallë nuk përjashtohet edhe vetë pacienti. Ka disa pacient të cilët masi t'ja shpjegon të mirat të këqija të operacionit edhe stentimit, kanë refuzim në mënyrë kategorike operacionit. Nuk du më bëhë operacion me hap, du më bëhë vetëm me stenta. Pastaj rrezikshmëria është aty për aty, edhe ne kemi çdo ditë që pacientët që janë propozu për bypass prap i nënshtrojnë intervenimi, domethënë me metoda moderne, që është stentimi, balonimi e kështu me radhë. Pra është i involvuar edhe vetë pacienti.